Në ambientet e Top Channel ka plasur një tension i papritur mes Kiara Titos dhe Sara Hoxhës, një moment që nuk ka kaluar pa u regjistruar nga kamerat e brendshme të televizionit. Burime pranë stafit tregojnë se debatit i ka paraprir një situatë nxehtë gjatë provave, ku të dyja kanë pasur mendime të kundërta për një çështje të programit. Ajo që nisi si një diskutim i zakonshëm, thuhet se është kthyer në një konflikt më të fortë, i cili ka vijuar edhe në korridoret e televizionit. Në pamjet e shpërdara, të cilat kanë qarkulluar me stafit, shihet Kiara që largohet me hap të shpejt, ndërsa Sara e ndjek pas dhe i kërkon të sqarojë disa fjalë që, siç thuhet, janë keq kuptuar. Kjo moment ka bërë buj, jo vetëm sepse përfshin dy figura shumë të njohura, por edhe sepse rrallë herë debatet mes prezantuesve kapen live nga kamerat e sigurisë. Dëshmitar pranë skenës tregojnë se situata është tensionuar për disa minuta, por ka mbetur pa eskaluar fal ndërhyrjes së një antari të stafit. Shumë fansa kanë reaguar në rrjetet sociale duke shprehur habinë e tyre për këtë përplasje të papritur. Për të dyja vajzat, publiku ka krijuar një imazh të qetë dhe profesional, ndaj episodi në korridor ka ngritur shumë pikë pyetje. Madje disa komentues thonë se tensionet kanë nisur prej ditësh, por vetëm tani është bërë publike për shkak të pamjeve që kanë dalë. Pavarësisht kësaj, as Kiara dhe as Sara nuk kanë reaguar zyrtarisht, duke shtuar edhe më shumë misterin rreth incidentit. Nga ana tjetër, burime brenda Top Channel mohojnë që debati të ketë qenë i rrezikshëm, duke thënë se ka qenë thjesht një keqkuptim profesional që ndodh në çdo punë kur ritmi është i lartë dhe presioni i madh. Sipas tyre, të dyja vajzat janë rikthyer normalisht në detyrat e tyre pas situatës dhe kanë vijuar punën pa probleme të mëdha. Megjithatë, fakti që kamerat kanë kapur momentin ka bërë që historia të marrë përmasa shumë më të mëdha se sa ndoshta ka qenë në realitet. Tani të gjithë presin një deklaratë zyrtare, një shpjegim apo një reagim në rrjetet sociale, që të hedhë dritë mbi atë që ka ndodhur realisht në korridoret e televizionit. Thanësit të dyja palëve kërkojnë qetësimin e situatës dhe rikthimin e normalitetit, ndërsa mbetet për tu parë nëse ky episod do të lërë gjurmë në marrëdhënien profesionale mes Kiara Titos dhe Sara Hoxhës. Deri atëherë, mbetet një nga ngjarjet më të përfolura të orëve të fundit.